marrëveshjen dhe në mënyrë që sharake Trumpi doli pikërisht dhe po përpiqet ta zhbojë këtë. Izraeli ka qenë gjithmonë kundër asaj marrëveshje. Pikërisht. Unë kam qenë në një takim të AIPAC-ut në mars të 2014, ku sekretarin Kerry e morën me pishklima. Së bashku me sekretarin e Thesarit atëherë dhe në kohën e Netanyahu prisi hero. Pra le themi, Izraeli ka qenë gjithmonë kundër, po ka qenë kundër, më falë, Stokol, por megjithatë ajo ka qenë një lloj marrëveshje. Pse ka këtë lloj armiqësie apo ka diçka tjetër na pas? Unë mendoj që ajo lloj marrëveshje edhe pse ka patur deficite plot dhe incentiva për destabilizimin e rajonit, ka qenë një formë për të patur sy dhe vesh Amerika se çfarë po bëjë në Iran nëpërmjet Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Edhe pse kjo nuk është më e mundur. Trumpi doli pikërisht për atë shkëmbimin transaksional. Duke përgatitur, duke mbledhur, duke pasuruar uraniumin, pra ishte një karikaturë, por shikoja duke tek një nga gazetat angleze që ishin raketa e thonte këto raketat janë me para tona. Dhe dikush tjetër thotë për raketat që vinin nga Irani, kam përshtypjen dhe këto nga Irani janë po me para tona. Pra në këtë moment, kjo tregon faktin që Perëndimi nuk ka mbajtur në një qëndrim sepse nuk ka gjetur një zgjidhje të kësaj situate. Nuk ka gjetur një zgjidhje dhe nëse do të shikojmë ndjes vetëm gjë të fundit, duket sikur i gjet ky dyzimi i Perëndimit edhe në goditjen e fundit që pam në Natanz, flitet për efekte kontaminimi, radioaktiviteti, të cilat në thelb përbëjnë krim lufte nga ana e Netanyahut. Dhe kjo nuk flitet kërkun në të paktën në outletet botërore perëndimore. Në mainstreamet perëndimore nuk flitet për këto rrjedhje radioaktive dhe shkatrimi që do të ketë apo efektet tek popullsia në atë vend. Megjithatë, thelbi mendoj unë është që ky klubi kaq i ngushtë i fuqive bërthamore absolutisht nuk e duan dhe nuk i intereson një fuqi tjetër që t'i futet në klub dhe të shpërndajnë balancën e fuqisë, sepse është një të paktën nga analizat, Irani është edhe guri më i fortë dhe themeli i cili furnizon me ideologji, por edhe me logjistik terrorizmin në botë. Pikrisht, sepse nuk është thjesht terrorizmi i përgjithshëm, por ka një bazë fetare, ideologjia ka një bazë fetare që do të thotë është e pa menaxhueshme nga parimet ndërkombëtare. Pra nuk është thjesht një shtet fetare ka çuditshme, presin akoma. Izraeli është një shtet demokratik, nuk është puna të gjithë kanë fe. Të gjithë kanë fe, por kjo është një ideologji e vendosur në thelbin e organizimit shtetëror. Domethënë, arsyeja pse nuk mund të lejohet që të ketë Irani armë bërthamore, nuk është njësoj si India, edhe India ka fe, edhe Pakistani ka fe. Kujtoj që e ka India dhe Pakistani. Bravo, edhe ato kanë fe. Jo, Pakistani sidomos, por Pakistani në një moment historik i intereson të Amerikës. Jo, nuk është vetëm interesik e Amerikës. I Pakistani që i parë që ta pak ditë më parë, po sulmoj Izraeli, do i përdorim dhe ne, pra... Lloji i organizimit shtetëror. Raport kompleksit kanë me Amerikanët. Lloji i organizimit shtetëror në Iran është i rëndësishëm për ne për ta evidentuar. Është një teokraci e përkufizuar qartazi, antagoniste e deklaruar qysh nga fillimi për shembull për shkatrimin e Izraelit si një shtet. Nuk ka asnjë logjik ndërkombëtare për këtë. Është financuesi kryesor i Hezbollah. Pikërisht, prandaj është financuesi i këtij lloji terrorizmi specifik. Vetëm një gjë mua më bëri përshtypje Geron. Po ti rikthehemi temi tek ngjarjet e 2-3 viteve të fundit. Irani ishte i pari i cili deklaroi pas sulmeve terroriste të Hamasit në tetor 2023-shit, dhe thanë ne nuk kemi asnjë lidhje, nuk kemi asnjë informacion dhe nuk kemi asnjë lidhje me këto që kanë ngjarë gjatë i sulmit terrorist. Duhet të kuptojmë, se ndoshta s'është temë këtij debati, por terrorizmi, sidomos në lindjen e mesme, gjërat po lidhen kaq shumë Geron sa që gjitha janë pjesë e debatit. Nga karburantin, makinat tona, gjithë janë. Po doja, me që u përmend ky term, pjesa e terrorizmit, kush ka parasysh historinë e lindjes mesme, veçanërisht pas luftës së dytë botërore etj. Për terrorizmin atje flitet në dy, edhe në perëndim, po edhe në lindje mesme. Disa i shohin grupet paramilitare atje veçanërisht që kanë luftuar për kauzën palestineze apo për shumë aspekte të tjera si çlirimtar,
Dhe kur ata marrin akte terroriste në kushtet e pamundësisë për të shprehur si thua kërkesat e tyre politike, janë përkufizuar si terroristë. Ky është një debat, ju e dini shumë mirë, që vazhdon qoftë për Hamasin, qoftë për vetë organizata për shkrimin e Palestinës që drejtohesh nga Arafati, ju e dini shumë mirë që 20 ca vite ishte listë dhe pastaj listë terroriste. Tavolinë e bisedimeve, mori dhe çmimin Nobel për paqe. Pra, unë zakonisht kur kam prirë në për intervistat i referohem historisë, është shumë e rëndësishme të mos ta harrojmë këtë element i cili karakterizon shumë nga ngjarjet në atë rajon. Është një nga rajonet që i ngjan pak a shumë asaj që thoshte Churchilli për Ballkanin, prodhon më tepër historisë se që është në gjendje të konsumoj. Por për të u kthyer e këtij momenti që thatë ju, deklarata e Iranit ishte shumë e qartë sepse ai e dinte që nëse do të kishte fakte. Ai ishte dyshore kryesor. Patjetër që Izraeli ishte dyshore, por duhet keni ngjashme me rastin e Shebas për mendonte që dhe do goditej Hezbollah. Dhe kjo ishte një nga arsyet që Izraeli nuk goditi menjëherë, por ju desh të mblidhte informacion, sepse ajo situatë për vërtetës kapit për përgatitur dhe autoritetet izraelite. Ju e dini që 2 prej drejtuesve të kryesor të autoriteteve sigurisë dhe ndërheqën, pati dhe një hetim nga parlamenti izraelit për këtë çështje, i cili ende siç u zbulu më pas nga aksioni kundër Hezbollah, ishin investuar ai aksione kishin harruar të ndodhte. Janë shumë element, pra piktura nuk është bardhëzi, ka shumë gjyra, ka shumë grib brenda asaj pikture, dhe Irani me një logjik racionale e dinte që çdo lloj deklarate që do të linte të kuptonte mbështetjen ose përkrajin, qoftë dhe me një deklaratë publike, do të kthente si thua zemrimin e Izraelit karshi atij. Por siç e provuan ngjarjet më pas, jo më shumë se pas 4-5 muajsh, Izraeli bëri goditjet kundrejt Iranit, bombardoi konsullatën iraniane në Damask dhe vrau liderin e Hamasit brenda në Teheran nëpërmjet një operacion liderin e Hezbollah dhe Damasit. I mori Kështu që në këtë pikpamje Izraeli e bëri reagimin e tij pavarësisht faktit se si reagoi Irani. Dhe unë gjithmonë kam theksor edhe një intervistë tjetër, thashë situata në ato rajon historikisht ka pasur në thelb mosbesimin. Asnjë palë nuk i beson tjetër, absolutisht. Në 80 vjet dhe çdo marrëveshje paqe, që nga marrëveshja e parë që është arritur në 79-ës, nuk flas për rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Ajo ka qenë marrëveshja e parë e Izraelit që ka me një shtet arab që e ka njohur, siç ka qenë marrëveshja 23 marsi 79 me Egjiptin. Dhe të gjitha marrëveshjet e tjera, përfshirë dhe ato të Oslos, po edhe marrëveshjet Abraham që u përmendën, kanë qenë të ndërmjetësuara kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në momente të caktuara edhe Rusia dhe Bashkimi Evropian. Në kushtet tjera, asnjë moment gjatë historisë tyre, asnjë prej atyre vendeve nuk ka pasur vullnetin që të ulet në tavolinë dhe të japë zgjidhje. Dhe kjo besoj unë vlen edhe për këtë konflikt që po flasim tani. Edhe një herë duhet bërë dallimi. Irani është ndryshe nga vendet e tjera myslimane në rajon. Po të flasim me gjuhën e Sergio Leones, il bruto, il bello, il cattivo. Kush është Irani? Il cattivo. Il cattivo, okej. Po i bukuri kush është? Se këtu pasaj dalim i bukur është Jordania. Dalim të një thelbi diskutimit. Në një konflikt, ne jemi mësuar të mirët e i keqë. Ky konflikt duket pak më i komplikuar se aq. Unë mendoj që ka shumë të këqij në këtë rajon, edhe ky qëndrimi i vendeve arabe apo vendeve të Gjirit duket sikur janë disi të kënaqur nga çfarë po ndodh, dhe janë më tepër të kënaqur që nuk po e bëjnë vetë këtë luftë, edhe kostot nuk po i marrin ata, por është Izraeli. Kështu që po e bën një luftë në Palestinë, le të shkatrojmë edhe Iranin dhe nuk jemi ne ata që i kemi humbjet. Arabia Saudite nuk duhet ta harrojmë asnjëherë që ka atë rivalitetin me Iranin, pikërisht për hegemonin në Yemen ata po zhvillojnë një luftë. Apo në pikërisht. Kështu që dhe asnjë nuk flet në perëndim për këtë gjë, por duket sikur e kanë lënë në hije dhe thonë le ta lëmë Izraelin të shkojë deri topi deri në fund ku do të jetë, dhe nuk duhet ta me shpresën që të arrozoj regjimin do të bjerë regjimi, por nëse do t'i rikthehemi dhe një herë ideologjisë. Çfarë skenari hapet pastaj? Edhe që nuk është çudi dhe të mos ndodhë. Testet e mëparshme kanë treguar që nuk kanë ndodhur. Jo, test dakord, po testet e viteve të fundit kanë treguar që këto regjimet autokratike rrëzohen
si kështjellarore, mos shkosh më larg se Siria, rezistoi nga 2010 e këtej pastaj era për 10 ditë. Ideja edhe asaj që folëm më përpara e goditjes së sajteve të propagandës ka pikërisht të qëllimin e krijimit psikologjik tek popullsia që të ngrihet në protesti, të multiplikojnë protestat, sepse është një shoqëri e cila është totalisht e izoluar nga elita politike që ka dhe të mirat materiale. Dhe nëse do të bëjmë diferencën e popullit Iranit me regjimin, kam përshtypjen që dhe ata vetë nuk e duan ato orën e famshme me countdownin që bën tik për shfarrosjen dhe zhdukjen e Izraelit në 2040 ndoshta. Unë mendoj që edhe mund mos jetë fundi i këtij regjimi teokratik në Iran dhe për disa arsye gjeopolitike. Leti referohemi deklaratës që vjen nga Trumpi. Kemi gjasa tot për negociata. Kemi gjasa që Izraeli të ullet në tavolin me Iranin. Dhe nga niset presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. E ka thënë publikisht, pas një bisede telefonike për urimin e ditëlindjes që shkoi rreth 50 minuta. E uroi Putini Trumpin për ditëlindjen. Dhe pas kësaj bisede, Trumpi era dakord që Putini të jetë negociator. Tash çfarë përfaqëson kjo? Putinit I duhet negociatori dhe zgjidhe dhe mund ta bëjë vetëm duke mbajtur këtë regjim, cilin e kontrollon, cilin e ka mbështetur dhe me cilin mund të vazhdojë të bëjë lojën e tij gjeopolitike. Pse? E para po hiqet vëmendja nga Ukraina, në cilën me Trumpin ka filluar negociata për ta zgjidhur problematikën. Edhe kjo është me një kosto të madhe për Ukrainën dhe për perëndimin, sepse nuk mund të zgjidhet konflikti në Ukrainë pa dorëzuar territoret e pushtuara, ose një pjesë të territoreve të pushtuara. Kështu që në të gjithë këtë planin, Putinit I duhet që të rezistojë Iranin. Ky Putini duhet të kuptojë një gjë, që besoj e ka kuptuar në fakt, që një hiu Siria. Dhe e dyta nëse ikën dhe në influenca nga Irani, si jam shumë I sigur. Ne I kompromisit trojat bazën mes dhe e popo, që nuk jam shumë I sigur që nuk e donte Asadin, për ndryshe nuk është e marrë në Moskë, ku po jep shtrim. Kam përshtypjen unë. Jo, edhe kjo ka fjalë që do ta çojë dhe Kameinin në Moskë. Nëse bie regjimi I Iranit, po dakord. Gjithsesi këtu ka një interes të Putin. Unë e shikoj që patjetër ai ka hapësirën për të bërë ç'të dojë tashmë me Ukrainën, po nëse do të shikojmë përfundimin e programit bërthamor të Irakut, I cili u transferua në SBA, Putin ka një interes vital këtu, pasi ky programi bërthamor I Iranit do të ndahet mes klubit nuklear, klubit bërthamor, dhe pse jo mos të marri dhe ai Irani prodhon energji bërthamore, ka disa termocentrale. Dhe pse mos të marri dhe ai një cop të Pra si funksionon pra këtë energji bërthamore pastaj ndajnë mes njëri tjetrit, si funksionon? Ai Iraku të mori deklarat ministrit jashtëm iranian, që ne mund të tërhiqemi nga pasurimi uraniumit për qëllime ushtarake, por do qëndrojmë gjithmonë tek nevoja ekonomike e kësaj industrie. Në fakt, dikush mund të thotë një vend që prodhon ose që ka kaq shumë naftë. Çfarë duhet energjia bërthamore? Se këtu lind ai dyshimi I madh, Dëgjoj, energjia bërthamore ka qenë pjesë, pra duhet kemi parasysh, prandaj e kthemi historisë. Irani nuk I bëri centralet bërthamore para 2 vjetësh. Irani I ka bërë që në vitet 50-60, kur programi Eisenhowerit, jo, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata I ofruan teknologji në kuadrin e programit Atom për Paqe, ose energji bërthamore për paqe, sepse vetëm vendet anëtare të klubit bërthamor kishin drejt të transferonin të teknologji në vendet tjera mbas kësaj marrëveshje. Dhe kur panë që kjo mund të rrezikonte në përhapje të armëve bërthamore, traktati 1 korriku të 1968 për mos përhapjen e armëve bërthamore, pikën kryesore kishte këtë që vendet e klubit bërthamor nuk duhet transferonin teknologji në vendet e tjera për armë bërthamore dhe vendet që do ta përdornin energjinë pra bërthamore për qëllime civile nuk duhet kishin pasurim të uraniumit në nivel të tillë që të bënin dhe gjithë retorika dhe narrativa që është ngritur kundër Iranit është pikërisht dhe sot ka pasur një deklaratë të presidentit iranian që tha ajo që ne bëm për të treguar një angazhim për paqen tashin është kthyer një litar në përkëmbë dhe ne edhe mund të rriqemi fare nga traktati për mos përhapjen e armëve bërthamore, ashtu siç nuk e ka ratifikuar Izraeli, por kjo do ta fuste botën në një
cikël. Plusi do të jepte fitoren tavolinë Izraelit për ndërhyrjen e tij preventive, sidomos ndaj një vendi që kërkon dhe e deklaron. Pikërisht, dhe fakti që Irani e ka nënshkruar atë traktat, është nga nënshkruesit e parë, i ka dhënë mundësi që ai paralelisht pra të ketë mundësi për të përdorur energji bërthamore, sa është diversifikimi i burimeve të këtij energjisë dhe ajo lejohet, ka mjaft vende që kanë kapacitetet e tyre të nevojshme, natyrisht është një gjë që duhet theksuar. Vendet që prodhojnë energji bërthamore monitorohen rreptësisht nga organizata Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore me qendër në Vjenë, që kontrollon nivelin e çdo materiali, depozitat, sasinë, dhe kështu që është një proces i kontrolluar. Dhe kjo ka qenë një nga... Po Irani ka kaluar këtë nivelin? Kjo është, po të dëgjoni deklaratat dhe raportet e tyre, ata gjithmonë i referohen raporteve që nxjerrin inspektorët e agjencisë. Këtë thotë Netanyahu thotë që ata janë afër krijimit të një bombe atomike, prandaj e sulmoi. Por pse nuk që ka një 27 vjetë që i afrohet saj bombës? E gjithë retorika këtu, kalimi nga 60% në 90% të pasurimit. Megjithatë ka shumë kritika edhe vetë agjencia, sepse dhe këto raportet që prodhohen shpesh janë raporte politike me qëllim për të drejtuar vëmendjen, kështu që dhe Amerika mund të prodhojë këto raporte. Dhe një gjë shumë të fundit. Kritika më e madhe ose frika më e madhe në këto ditë është nëse pikpyetja e madhe nëse Irani tashmë mund ta ketë transferuar një pjesë të programit të tij në Korenë e Veriut. Gjë që kjo shton një Kush e ka luduar këtë gjë? Më të madhe. Nga SBA-t po flitet, por edhe nga Izraeli vetë që mund të ketë marrë. Në shpurën që Korea e Veriut ka furnizuar patjetër, dhe nuk i dihet nëse këto tokat me qera që mund të ketë marrë Irani. Pse nuk bisedojmë për atë që po duket, ndërkohë që Izraeli bombardon vendodhje të armëve dhe ushtrisë, ndërsa Irani bombardon qendrat e banuara. Pse kjo nuk është një çështje për të diskutuar? Edhe pa propagandë këtu brenda. Kjo tregon natyrën dhe Irani bombardon me raketa. Dhe dyta kemi parë që dhe Irani ka goditur, është munduar të godas pak rreth qendrave ushtarake apo rreth qendrës shërbimeve sekrete Mossadit në Tel Aviv. Po nga ana tjetër mund të flasim gjithashtu, besoj flasim pjesën e dytë edhe për faktin, i keni parë ato pamjet nga Libani që ndërkohë që bombardohet Izraeli, ata festojnë, mund të flasim edhe për këtë apo jo. Menjëherë pas publicitetit.